Naim Vreneci është përfaqësues i klubit Albion U12 që vjen nga Maqedonia e Veriut. I kënaqur për pjesëmarrjen në këtë aktivitet Summer Cup 2025? Do të them shkurt tepër i kënaqur që jemi në Shkodër, që jemi pjesë e Summer Cup Shkodër 2025. Do të kisha dashur të shpreh falënderim për organizatorët, sidomos për zotin Jetmir Podgoricën, për këtë organizim të shkëlqyeshëm të kapit të si vjetshëm. Neve pretenduam të vim për vendin e parë, fituam vendin e tretë dhe jemi të kënaqur me rezultatin e fëmijëve tanë. Gjithashtu morëm një çmim shumë të çmueshëm, siç ishte klubi më fair play në edicionin e CVM. Dëshiroj të falenderoj gjithë organizatorët e këtij eventi të mrekullueshëm në Shkodër dhe uroj që të ketë edhe më shumë ekipe viteve tjera. Patjetër që do të jeni pjesëmarrës në edicionet e ardhshme me ekipet tuaja. Po, jemi për herë të parë në Shkodër në këtë shkollë verore të futbollit dhe na ka lanë shumë përshtypje të mirë dhe sigurisht do të jemi pjesë edhe viteve të ardhshme. Suksese! Faleminderit shumë.